kush det funksionaliteti i yllit. Pra ylli do jetë një lloj avatari tjetër që do marrë janë 4 milionë euro. Tani një sekond, bëjmë një hap pas. Këto përpjekje të kryeministrit i shihni vetëm propagandë për të krijuar konfuzion apo janë dhe detyrimi që i kemi ndaj partnerëve europianë dhe ai përpiqet edhe ta shpëtojë fytyrën duke bërë sikur po avancon agjendën? Unë mendoj që shiko, janë të dyja. E para është një hedhje hiri i syve qytetarëve pra në aspektin që Shqipëria po digitalizohet, duke qenë se të gjitha vitet e fundit fokusi ka qenë te digitalizimi i të gjitha platformave dhe institucioneve në Shqipëri dhe praktikisht ndoshta ai mendon që qytetarët me krijimin e këtyre avatareve nuk kuptojnë digitalizimin. Dhe neve nëse patëm ku vend bëm një demonstrim shumë të këndshëm të një avatari të krijuar që kushton vetëm 100 euro. Pra këta janë avatarë që mund të kushtojnë 300 euro, i bën indianët 300-350 euro, siç ishte avatari i diellës. Pra nuk ka avancim teknologjik absolutisht. Dhe është një lloj pjese duke qenë se ndoshta me diellën në një lloj forme ai momenti i parë tërhoqi edhe me ndërkombëtarët, nuk e di pse e vazhdon këtë sag për treguar çfarë. Duke qenë se xha një meme e kemi, që është diella, nuk kemi nevojë që të kemi meme të tjera. Pra, krijimi i një avatari nuk është digitalizim dhe nuk është inovacion. Ndërkohë, pash një postim në rrjetet sociale, nuk e di, një nga këto organizata ndërkombëtare kishte firmosur një marrëveshje të re me Duranën. Te Durana që duhet ishte parku teknologjik, ku gjithë këto kompanitë që rastësisht ishin ke akshi, kishin bërë një shoqat atje dhe kishin regjistruar firmat atje me zero taksa. Çfarë po ndodh? Vazhdon të jetë një fush në Xhavzotaj apo është bërë një park teknologjik? Kalova para disa ditësh dhe ka ngelur e njëjta. Nuk është Silicon Valley. Me balt, ka balt e kështu, nuk ka high-tech. Me kafsh. Nuk ka fizikë kuantike, kompjutra. Akoma, ajo ka ngelur ashtu një fush e lirë. Një kullot e lirë. Dhe nuk ka ndonjë asnjë lloj ndërtimi apo asnjë lloj infrastrukture teknologjike. Asnjë gardh pakën? As gardh nuk ishte. Ndoshta një gardh me tela kështu mund ta kishim vendosur për të sinjalizuar që këtu po ndërtohet, këtu po vidhet, por jo. Asgjë do. Por jo, dhe shikoj, unë mendoj që kjo është një arsye shumë e fortë që të rinjtë realisht të ngrihen, Domethënë kjo është një vjedhje masive që po na bëhen para syve tan. Dhe të betohem, unë i dëgjoj, i shikoj edhe më vjen turp. Domethënë më vjen turp që realisht shqiptarët janë kthyer në një epicentër të memeve ndërkombëtare për sa i përket pjesës teknologjike, sepse asnjë avancim teknologjik nuk ka. Po çfarë thonë estonezët për shembull për ne? Jemi shumë afër tyre jemi një hap larg Estonisë, ëh. Jemi një si t'ia shpjegojmë publikut në ç'pikësh Estonia në këto momente që po flasim. Estonia është një ndër që nëse e paralelizojmë me Shqipërinë, pra është një vend i vogël si Shqipëria, i cili në një moment caktuar kuptoi që digitalizimi do ta përparonte patjetër si vend. Dhe është një ndër vendet më të digitalizuara sot në botë. I digitalizuar për vërtetë, pra çdo institucion funksionon në mënyrë digjitale dhe funksionon jashtëzakonisht shumë mirë, ëh. Dhe mund të them që është një ndër vendet për të cilat ne vendet e vogla duhet marrim shembull në aspektin teknologjik. Kështu që në Estonisë jo që nuk i afrohemi, nuk as 1% të Estonisë, por është një shembull shumë i mirë për të marrë nga pikpamja teknologjike dhe nga mënyra si funksionon inovacioni dhe teknologjia. ADS-ja i largon iranianët apo lafton iranian të rinj? Se mund na vinë talibanët. Unë mendoj që po. Në një lloj forme po, do jemi një vend i mbushur me iranianë dhe taliban të rinj. Online. Patjetër, por kjo është edhe një ndër ato agjendat, unë e them gjithkohës edhe e them. Mjafton ta shohim. Kemi ngel shumë pak. Dhe unë mendoj që ndoshta është detyrimi joni edhe atyre pak që kemi ngelur për ta nxjerrë në një lloj forme Shqipërinë nga ky bataku, edhe nuk duhet ta pranojmë këtë farsë, është një farsë e madhe. Denis Ekele, thank you very much, urime edhe për angazhimin e ri dhe për detyrën. Ne miq të dashur, spostohemi me publicitet, rikthehemi pastaj me një